Erion Veliaj do të vijojë të jetë kryetar i Bashkisë Tiranës. Vendimin e ka marrë gjykata kushtetuese sot në ora 17:10 përpara gazetarëve. Kryetari i gjykatës është shprehur që në një votim 5-3 gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë i ka dhënë të drejtë Erion Veliaj për ankimimin e tij lidhur me shkarkimin e bërë nga Këshilli Bashkiak, pra propozimin e bërë nga Këshilli Bashkiak dhe shkarkimin e bërë nga kryeministri i Shqipërisë. Thënë në fund dhe më pas do merrem me argumentimin, nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme në Tiranë. Erion Veliaj do të vijojë të mbetet kryetar i Bashkisë së Tiranës deri në zgjedhjet e radhës, që supozohet të jenë diku rreth muajit maj të vitit 2027, pra rreth një vit e gjysmë nga tani. Me këtë vendim bie propozimi i Këshillit Bashkiak, i cili kërkoi shkarkimin e Erion Veliajt me argumentimin ose arsyetimin që kishte 3 muaj pa shkuar në detyrë. Bie po i quaj vendimi i kryeministrit të Shqipërisë për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë duke pranuar propozimin e Këshillit Bashkiak dhe bie dekreti i presidentit të Republikës për zgjedhjet parakoshme në Tiranë në datën 9 nëntor. Thënë ndryshe, nuk do të kemi zgjedhje në Tiranë, shkarkimi i Veliajt është i paligjshëm, dekreti i zgjedhjeve parakoshme në Tiranë është i paligjshëm. Në vijim, pra në ditët në vijim, Erion Veliaj do të vijojë të ushtrojë detyrën e tij në bazë, pra përmes një nënkryetari, për momentin është zonja Ristani e mandatuar prej tij për të vazhduar administrimin e qytetit. Fakt, vendimi ishte një vendim i pritshëm në raport me pjesën ligjore të tij, por shumë veta ishin skeptik lidhur me faktin që gjykata kushtetuese mund t'i dilte kundër një vendimi të kryeministit të Shqipërisë, pra thithë poshtë një vendim të kryeministit të Shqipërisë dhe një dekret të presidentit. Gjithsesi kjo ka ndodhur. Kjo gjë ndodhi. Problemi është që ky vendim do të sjellë komplikime të mëtejshme politike. E para është çështja imediate, si do të administrojë kjo mazhorancë e cila e kanë kurriz Bashkinë e Tiranës. Është shumë e vështirë të vazhdojë me nënkryetare dhe pse zonja Ristani ka zhvilluar krejtësisht normal administrimin e qytetit dhe është shumë e vështirë që të administrohet përmes një nënkryetare, ndërkohë që kryetari i Bashkisë prej thuajse 9 muajsh nuk është në detyrë dhe do vijojë të mos jetë dhe një vit e gjysmë tjetër. Pra thënë ndryshe, 2 vjet e gjysmë Bashkia e Tiranës do të jetë pa një kryetar në detyrë, pa një kryetar efikas, pra një kryetar de facto, por me një kryetar në detyrë që është de jure kryetar, por që nuk i ushtron funksionet e kryetarit. Kështu që kjo do ketë probleme në vendimarrje, mund të krijojë kaos dhe natyrisht do të japë një problem për qeverisjen e Tiranës në përgjithësi. Ky është problemi i parë imediat, siç tha dhe Rama në mbledhjen e asamblesë, ne nuk mund ta lëmë Tiranën për një kohë më të gjatë bosh, ne duhet gjejmë zgjidhje, duhet të marrim një vendim për Tiranën, por vendimi tani nuk është aq i thjeshtë, sepse gjykata kushtetuese ka njohur të paligjshëm shkarkimin e Veliajt. E dyta është që kjo sanksionon një rregull në bazë të cilit të zgjedhurit vendor apo deputetët, pra të zgjedhurit, personat që kanë marrë votat të popullit nuk mund të shkarkojnë kujtdo qefi dikujt dhe aq lehtë. Pra duhet ketë një argumentim shumë të fortë. Është gaf, po e quaj neni i cili përcakton që nëse nuk vjen 3 muaj në detyrë kryetari i Bashkisë shkarkohet, sepse në këtë rast do të ishte vetëm në kushtet kur ai nuk preferon të vinë në detyrë, jo kur pengohet vinë në detyrë. Pra këtu duhet diskutuar kur është smur, kur është në arrest, kur ende quhet i papajshëm, sepse nëse quhet fajtor shkarkohet. Pra kjo sanksionon një autonomi të plotë të pushtetit lokal dhe mbi të gjitha të zgjedhurve. Për këtë gjykata kushtetuese ka përdorur dhe një argumentim të bërë nga një opinion të Komisionit Venecias, i cili i përgjigjej shoqatës së zgjedhurve lokal për të dhënë një përgjigje arrestimit të Imamoglu's në Stamboll. Ajo që është më kryesorja, ky vendim është që komplikon në mënyrë të ndjeshme raportit brenda Partisë Socialiste. Të ndryshe, Partia Socialiste e anashkaloi Veliajin, e shkarkoi, nuk e pyeti, nuk u konsultua me të, mori një vendim për të vazhduar rrugën e saj, që ishte drejta e saj, duke lënë Veliajin në punën e tij dhe në mbrojtjen e tij ligjore. Veliaj nuk e pranoi këtë reagim Partisë Socialiste, dhe ai vendosi të ankimohet. Që në këtë moment ankimimi, raporti mes tij dhe Partisë Socialiste është një raport krejtësisht i thyer, por tashmë nuk është raporti i thyer i një individi në burg, i cili do vazhdojë të qëndrojë para burgim deri në një vendim tjetër të gjykatës, por është raporti i kryetarit në detyrë të Bashkisë Tiranës me Partinë Socialiste.
Pra thënë ndryshe që nga ky moment Partia Socialiste nuk e ka më kryetarin e Bashkisë Tiranës, qoftë kryetarin detyrë. Kjo do shihet pastaj nëse Veliaj do reagojë në zgjedhjen e një nënkryetari që pra një emrim të një nënkryetari tjetër që mund ta bëjë nga burgu në përzgjedhjen e nënkryetari tjetër, apo do vazhdojë me zonjën Ristani, cilës ai vetë ja ka dhënë mandatin e nënkryetares, por në kushtet e një raporti më të mirë dhe më miqësor me Ramën. Ky është problemi i parë. Pra tani komplikimi nuk është mes Erion Veliajt, një personit shkarkuar që po bën betejë me drejtsinë siç ndodh me shumë ish deputet apo ministra të Partisë Socialiste, po mes kryetarit në detyrë të Bashkisë Tiranës dhe kryeministrit të vendit. Kryeministri i vendit me këtë vendim nuk ka ç'i bëj fare kryetarit të Bashkisë Tiranës. Kryetari i Bashkisë Tiranës natyrisht mund t'i krijojë komplikime kryeministrit pavarësisht se ai është në burg. Në këtë aspekt brenda Partisë Socialiste mund të ketë zhvillime të tjera, të cilat do komplikojnë minimalisht Tiranën dhe mund t'i japin avantazhe opozitës në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2027. Nga ana tjetër, u qetësua një valë e tensionit krijuar midis Partisë Demokratike, partive tjera të opozitës dhe mazhorancës për një palë zgjedhje shumë të shpejta që shkonin brenda 3 javësh dhe që krijuan një lloj konfuzioni publik në Shqipëri. Tani opozita nuk është detyruar ty në zgjedhje në Tiranë, në bashkitë e tjera janë pak a shumë përcaktuara sepse kanë pasur rezultate të njëjta. Florian Binaj nuk do të jetë më kandidat në këto zgjedhje, duhet parë në zgjedhjet e ardhshme ose pas një viti e gjysmë ndryshojnë gjërat dhe opozita me siguri do dalë me një kandidat politik. Ogerta Manastiliu do qëndrojë mjaft. Tani problemi është që edhe mekanizmi i përcaktuar që Ogerta Manastiliu mund të emërojë nën kryetare të Bashkisë së Tiranës dhe mbasi të emërojë nën kryetare të Bashkisë së Tiranës mund caktohej me një mandat për drejtuar Bashkinë e Tiranës deri në zgjedhjet e 2027 bie sepse këtë gjë nuk e kryen më Këshilli Bashkiak. Mbas shkarkimit Veliajt, emërimin e nënkryetarëve e bën te Këshilli Bashkiak dhe caktimin e nënkryetarit që do drejtojë Bashkinë e bën te Këshilli Bashkiak. Sot për të bërë këtë gjë duhet bashkëpunimi me Veliajin. Pra duhet që Veliaj ta emërojë nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës Ogerta Manastiliu dhe po Veliaj t'i jap asaj mandatin për administruar bashkinë. Me gjas nuk ka ndërmend ta bëj këtë gjë sepse ai është një përplasje të hapur tashmë me Partinë Socialiste. Kështu që edhe pse duket sikur situata politike ishte më ngurtësuar, më e paqartë, më problematike, për momentin është komplikuar ndjeshëm sepse vendimin do ta jap vendimin tani për çfarë mund, domethënë për gjithë zhvillimet në Tiranë i mbetet Veliaj. Edhe pse është në burg, edhe pse nuk kryen dot aktivitet, është Erion Veliaj që do të marrë vendime për çfarë do të ndodhë. A do ketë një tentativë pajtimi mes Ramës dhe Veliajt, nuk e di. Por një gjë është e sigurt, vendimi i gjykatës kushtetuese të sotme e ka rindezur skenën politike shqiptare shumë më tepër dhe shumë më ndjeshëm se sa që mund ta ndeznin zgjedhjet e parashikuara të Tiranës të dekretuara nga Presidenti i Republikës. Tani kemi një problem brenda Partisë Socialiste dhe një problem tjetër raportin mes Partisë Socialiste dhe opozitës dhe drejtsinë mes, e cila ka rrëzuar vendimin e kryeministrit, dekretin e presidentit dhe votimin e Këshillit Bashkiak. Skena politike u bë prapë interesante, do të shohim se çfarë do ndodhë.